Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se Shqipëria dhe Kroacia e kanë hapur një garë armësh, duke nënshkruar memorandumin për bashkëpunim e mbrojtje me Kosovën. Kosova, Shqipëria dhe Kroacia nënshkruan një deklaratë në Tiranë më 18 mars për ta forcuar bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, gjë që nxiti reagime në Serbi. Është situatë e vështirë për ne, por ne kemi kuptuar mesazhin e tyre dhe ne do ta ruajmë vendin tonë, do t'i pengojmë ata dhe gjithmonë do të mbrojmë sukses nga çdo agresor i mundshëm, qoftë edhe një agresor kaq i fuqishëm, tha Vučić për gazetarët në Bruksel më 19 mars. Duke folur pas një takimi me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, Vučić theksoi se memorandumi përbën shkelje të marrëveshjeve rajonale dhe se është i bindur se NATO-ja nuk ka qenë njoftuar për këtë. Ai tha se këtë çështje e ngriti në takim me shefin e Aleancës së Veriut Atlantike, por nuk tregoi çfarë ka thënë Rutte në lidhje me të. Është detyra jonë t'ua themi zoti Rutte, njerëzore në NATO dhe gjithë tjerëve se kjo është shkelje e të ashtu quajturës marrëveshje rajonale për kontrollin e armëve nga viti 1996, tha Vučić. Ai shtoi se me Rutten ka biseduar dhe situatën në Kosovë dhe marrëdhëniet ndërmjet ushtrisë serbe dhe misionit të NATO-s në Kosovë KFOR, si dhe për situatën në Bosnjë-Hercegovinë. Rutte ndërkohë shkroi në X se me presidentin serb bisedoi për rëndësinë kritike të ruajtjes së sigurisë rajonale, si të vazhdojmë të forcojmë marrëdhëniet NATO-Serbi. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës e ka cilësuar kundërshtimet e Serbisë për nismën e bashkëpunimit të mbrojtjes si shkelje të hapur të marrëveshjeve të Brukselit, e cila sipas ministrisë parashikon qartë se Serbia nuk do të pengojë marrëdhëniet ndërkombëtare të Kosovës dhe nuk do të pretendojë të flasë në emër të Kosovës në marrëdhëniet me shtetet dhe organizata të tjera